Kirurgu Miroslav Gjorgjevic, i cili udhëheq me qendrën për kirurgji gjenitale në Beograd, sot në Spitalin Klinik Axhibadem Sistina në Shkup ka kryer ndërhyrje kirurgjike duke ndëruar gjininë e një mashkulli për ta bërë femër. Intervenimi ka kaluar mirë dhe pacienti që ka ndryshuar gjinin po kurohet, ka deklaruar profesori Gjorgjevic pas intervenimit 5 orësh. Vetë përgatitja për ndryshimin e gjinisë zgjat minimum 2 vite, ku pacienti duhet të kalojë përgatitje psikologjike dhe terapi hormonale. Danas smo radili operaciju gde smo kod pacijenta. Sot të bëm një ndërhyrje kirurgjike operacion ku në pacientin që është lindur si mashkull formuam gjinitale femërore. Ky është një operacion që quhet ndryshimi i gjinisë, por kjo nga ana mjekësore nuk është e mundshme për shkak se gjinia nuk mund të ndryshohet, por ndryshohen gjinitalet. Sot për 4 deri 5 orë arritëm të imanjanojmë të gjitha organet gjinore mashkullore dhe të formojmë organe femërore, për të cilët shpresoj se do të jenë funksionale. Organe koje që ja se nadam biti vrlo funksionalni. Përvoja e deri profesori Gjorgjevic me intervenime të këtilla tregon se është në rritje edhe numri i grave që duan të ndryshojnë gjinin. Operacioni ishte pjesë e një simpoziumi për kirurgji gjenitale rikonstruive ku kanë marrë pjesë ligjërues nga mbar bota.